Tani doja të hyja te segmenti I analizës të madhrave dhe dollarit. Të fillojmë mirë me dollarin, me që e mbulum edhe te diskutimet e lajmeve dhe eventeve. Ka gjetur support te 103. Kjo ka qenë një parashikim që unë kam pasur këtë ditë që duhet gjendet support tu. Dhe dollari mendoj që do të bëjë. Pastaj do shikojmë se si do hanoj. A do bëj një higher low dhe do vazhdoj për lart te 107, ose do vazhdoj dhe më thellë dhe ikite 100 këtu. Kjo është dollar index për flasim. Indeksi I dollarit. Ka që kam për dollarin, kemi RSI shumë të shitur, kështu që duhet bëj edhe kjo një rritje. Po nuk është të thënë që është shumë e shitur RSI dhe nuk vazhdon të shitur. Kemi naftën, që po gjen support te 65. Unë po e shikoj sektorin e naftës amerikane, Oxy që kemi diskutuar këtu përpara ca muajsh, Irdi, dhe ca të tjera që në një ringjallje të tregut të naftës amerikane, por është për tu parë, po gjen support këtu, më pëlqen kjo. Ndoshta edhe kjo ringjallje mund vinë në prill në sektorin e naftës. Gazi natyral vazhdon në rritje. Shumë I qëndrueshëm gazi natyral po vazhdon këtë rritje. Nga kjo zonë këtu deri këtu. Shikojmë se si do heci. Tani do të muloja metalet kryesore, që është floriri, që ka pasur këtë rritje. Rritja e floririt është se më ka pyetur disa, pse po rritet floriri? Inflacioni bëli më I ulët, po vazhdojnë njerëzit të kenë frikë që nga tarifa do ketë një rritje inflacioni në muajt në vazhdim. Dhe recesioni I mundshëm, ndihem më të sigurt. Unë prisja një konsolidim pak më të gjatë, por kur e ka thyer këtë zonë këtu, me 2900 ishte momenti I duhur për të hyrë për lart, dhe ka kavur 3000, tani po mundohet që të konsolidohet, pastaj mund të hite 3000. Të tjera që më ka pëlqyer dhe kam darë te Telegrami përpara disa muajve dhe vazhdon në rritje është copper. E kam darë këtu sepse shikoj e konsolidimin 1, 2, 3, 4, 5, 6 këtu, po bliheshe metal industrial edhe ka vazhduar për lart dhe vazhdon këto javë këtë rritjen copper. Tjetër që duhet mulohet tani është se të mulojmë bondin 10 vjeçar, mendoj që është ja vlen. Bondi 10 vjeçar po është në ulje, që është shenjë pozitive, por edhe kjo mund bëj një mirë reverse të ulje dhe më thellë. Tregon edhe pak dobësitë e tregu amerikan ose që investitorët nuk kanë më besim që le të themi ritestimi I zonës këtu dhe pastaj thyrja e kësaj vize që unë ka vizuar trendi, që a do vazhdoj lart edhe pastaj do thyj këtu apo do thyj këtë zonë dhe ikim më lart. Por është për të parë si le të themi rritje dhe moment. Tjetër se di këto pa mua më duhet. Ja vlende. Se po bëj analiza, po që doni t'i dini këto madhre dhe tjerë si mendoj ona që do hecin, keni grupin e Telegramit, mund të bëni ndonjë pyetje aty dhe unë t'i ndaj analizat ku ka mundësi. Çunë unë po mendoj ta mbyll me kaq. Kishin ndonjë gjë tjetër për shtuar këtu? Jo, këto përgjithsisht. Okej. Atëherë, shumë faleminderit që keni ndëtur deri te segmenti I fundit I podcastit. Jemi munduar që t'japim analizat e detajuara të tregut edhe mundohemi t'japim diçka reale, jo thjesht blini me coin ose gjëra të tjera që thuan nga financiar paktën në tregun shqiptar. Po që doni të merrni këto informacione ditë për ditë, se si unë mendoj do anoj tregu, nafta, Bitcoini, S&P 500, unë ndaj analizat e mia çdo ditë dhe statistikat të tjera që janë më të avancume te Telegrami, që është komplet falas. Të bëni pjesë të Telegramit, do të shkoni më poshtë linku që ne kemi vënë. Gjithashtu të ftojmë që të bësh dhe pjesë e TikTokut, sepse unë gati çdo 2-3 ditë bëj një live në TikTok që të përgjigjem pyetjet që keni ju për tregjet financiare, dhe aty ju sugjeroj që të bëni pjesë.
Edhe po e lej me kaq, shumë faleminderit dhe shihemi javës tjetër.